kjo është një temë shumë delikate, patjetër që për Shqipërinë mbase nuk është një shumë e avancuar, ambient i përgatitur, po flasim në nivel, po themi popullate, por ama edhe në vendet të tjera, debati që bëhet, pra nuk diskutohet për të mos pasur protokoll. Pra përveç e përmenda Rusi, Hungari, diçka tjetër. Gjithë vendet tjera e kanë protokollin. Debati bëhet për afatin kur fillon. Debati për atë është debat. Që të bëhet dialog tash. Jo, për koncert do se për kë isha unë. Protokollet për përgjimin e aprovuar. Në të gjitha. Sigurisht, jam dakord dhe unë. Edhe unë them që duhet jetë një moshë pak më mature, pra 18 mendoj unë. Atëherë thuaj që Ministria ta tërheqë këtë. Thuaj. Lutem, po kush jam unë që ti them Ministrisë? Po presioni popullor duhet ta ndryshojë. Po si unë e kam nënvizuar, kjo thoni se ka lexosh, po e kam nënvizuar më në cilën pikë do të diskutojmë. Një minutë, lutem. Atëherë unë siç e kuptoj, është për një pavarësisht e përmendet aty që bota dhe literatura ka dhe raste për mosha më të reja, unë e kuptoj që kjo është për një grup 18 vjeç e sipër, kështu e kuptoj unë. Ky protokoll. Po Lora, mos është pjesë e një pakete më të gjerë kjo. Kjo është tash Ministria duhet të dalë dhe ta sqarojë. Ne po japim. Është çështje më e gjerë se kaq. A duhet trajtuar vetëm kjo apo ka dhe 14 vjeçin ajo, po ja pse Elona ka një mendim. Mund ta lexoni vetë dhe ta interpretoni. Dëgjoj që ke Elonën, pastaj do ndrysh. Unë e lexova dhe ju thash që është evazive. Çfarë do më shumë për po të them që unë vetë e kuptoj që është evazive. Tani mund të ketë arsye binte për të filluar trajtimin edhe para moshës 16. Ajo s'është evazive. Ata bëjnë me gjot më. E kamera, lëri këta kamera. Nuk është evazive, është abrazive. Dëgjoni mua. Tani, Elona, të lutem, a më është çështje më e gjerë se të lutem se ka Elona. Ose Ela, mos ndërprer Elonën se fal Elona. Ke një çështje më të gjerë, se më the që ka një Jo. Në një këndvështrim më të gjerë, se ka shumë, për shumë kundërshtim. Pse të kundërshton ai, çka ka? Mirë pra, pikërisht pra tani, në gjithë situatën që ne jemi, për çështje të cilat, po themi, janë çështje që kanë të bëjnë me trupin e njeriut, me shëndetin riprodhues, qoftë edhe me abortin, patjetër që ka një numër të konsideruar njerëzish, të cilët sigurisht janë komplet kundra. Dhe duhen ndihmuar që ta pranojnë trupin e tyre. Dhe jo të ndihmojnë që të prishin trupin e tyre. Po nuk është të lutem. Po problemi është trupi i tyre i prishur. Po është prishet trupi më. O ka unë është i prishur trupi. Menderisht ta pranoj trupin, jo ta. Por se kjo kollaj, ai ka unë, e ke parasysh, është njësoj sikur një burr i fuqishëm edhe një impotent. Ti thua, jepi Xhixhi. Po ja jep Xhixhi po s'bëhet gjë, e kupton? Nuk është problemi aty se Xhixhi e bën. Nuk është aty problemi. Po aty është problemi. Kjo ishte. Problemi nuk është tek Jo, unë ka problemi potenca seksuale, nuk është aty. Po dhe aty është nuk është problemi sepse dëgjojnë, nëse do ta kufizoni problemin vetëm aty, problemet janë të shumë. Ja, atë po thot Elona, që nuk është Elona po thot që atë mund se Elona zgjatet shumë. Sa herë që hapim në një çështje me interes, ju të fes na ndryni. O zotri, seriozisht, në qoftë se është problemi të potenca seksuale, ekzistojnë medikamente. Po mos e kufizoni unë atë. Ka do t'i japim me Viagra, do t'i japim tyre. Po jo t'i jap pris. Do t'i japim Viagra. Rregullove kur ja pret. Po sa vjet ka vdekur na Viagra? E kupton që po tallemi me këta njerëz. Aty kishte të shkruar. Duke u shkatruar trupin, po i tallim. Ne duhet i ndihmojmë ta pranojnë trupin. Nuk është ndihmë të ndihmosh që ai të vinë në moment e thotë çfarë më keni bërë, ka shumë njerëz. Kiara Bell. Po mirë tani. Ka raste specifike. Ka raste specifike në shumë shtete, në Finland, Norvegji, Britani, Suedi, që thonë, vë në një moment e thonë, o prindëri thonë, çfarë keni bërë juve? Por i thonë prindëri, çfarë ke bërë ti? Pse më pranove mua kur unë tash duhet të shoh? Pse më pranove? Pse nuk më ndihmove? Pse nuk më the prit? E kupton dhe janë të egërsuar me prindit.